Do të thotë sipërfaqja e punuar e tokës. Patjetër. Dhe vazhdoj të dalin dhe deklarojnë po i mbyllim, sepse kanë dhe probleme tjera, po i cënon infrastruktura e dëmtuar, përveç të tjerave, po i dëmton dhe bllokimi i fondeve të IPARD-it për shkak të korrupsionit tjetër, të cilin kryeministri nuk flet. Por duhet të thënë edhe diçka tjetër lutem me ndërtimin që ishte pjesë e kronikës. Duhet pranuar që pjesa më e madhe e lejeve të dhëna, kryesisht për kulla, në vlerësimin tim s'kan për të ndërtuar kurrë. Ekonomia e kullave na mëson, se po shpikim rrotën sot, se aty ka 100 vjet që ndërtohen, ama shumë, që nuk fillon ndërtimi i një objekti të tillë nëse jo më pak se 30 deri në 50% e sipërfaqes nuk është e shitur ose e kontraktuar për qira. Do të thotë që risku ndahet midis atij që investon dhe të tjerëve. Në rastin ton, unë e shoh më shumë si parkim parash, pra si një mundësi që duke lënë peng të ardhmen, sepse ato shiten mbi bazën ato që shiten. Po ata kanë garanci dhe çdoruajnë vlerën e tregut, ëh. Kjo është kush ja jep të garanci këtyre njerëzve që pastrojnë paratë që do të ruhet vlera, se kjo është një lloj banke në thonjza. Pra kush ja jep garanci? Metet për të parë aktiviteti i agjencive ligjzbatuese, sepse për sa kohë amortizohen në pasuritë patundshme, janë subjekt i hetimit gazetaresk, i hetimit penal, i hetimit ndërkombëtar dhe metet për të parë si do të shkojnë. Pra unë e shoh të rrezikshme për sot. A ka mbetur më tokë? Çështja është, ora ata do ndërtojnë mes rrugës tani, se edhe në trotuar ndërtuan, nuk ka mend, mes rrugës ka për të ndërtuar. Unë vazhdoj të pyes dhe kam të domosdoshme këtë gjë. Kur ne evidentojmë, është evidentuar qartësisht, u zu dhe e gjithë hapësira. Jepen të gjithë argumentat e domosdoshme. Del dhe kryeministri e mbron. Unë habite me drejtësinë. Nuk është çështje drejtësie. Nëse Shqipëria ngriti agjencinë e Bregdetit, i dha të drejtë, kush është në varësi të kujt është agjencia? Ja ta shpjegoj qeverisë. I dha të drejtën që pavarësisht nëse e zotron tokën në Bregdet, rikthim pronë të marrë me 7.501, pronë të përfituar nga ligji përndërmarrjet bujqësore e tjerë, agjencia për zonat me përparësi zhvillimit të turizmit i merr në pronësi dhe vendos cilit privat tjetër ka për t'ia dhënë. Ha shumë diskutim nga pikpamja e të drejtës, nga pikpamja e kushtetutës, nëse është vërtet për interes publik ky lloj shpronësimi. E njëjta gjë ndodh deri te paketa e maleve. Domethënë nga një anë ka një supply, një ofertë të madhe parash që vijnë nga burime informale dhe kriminale në ekonominë tonë. Nga ana tjetër ka përpjekje për të krijuar zona se ku mund të investohet, sepse paket malesh edhe në Kavaj, edhe ku tha ministri që nuk kujtohet që gjithë Bregdeti i Jugut, po pjesë e Bregdetit e ka qenë paket malesh. Malesh pra pikërisht. Nga Himara dhe deri në Sarandë është gjithë pjesa e Bregdetit, gjithë kodra e Bregdetit. Domethënë kjo përpjekje për të bashkërënduar ofertën e paras me destinacionin se ku mund të investohet, në vlerësimin tim është në dëm të interesit publik, edhe komprometon. Pse përjashton drejtësinë Zef, sepse nuk ka bërë të paktën në këtë sektor që po e thon të gjithë. Kanë mediat ndërkombëtare, nuk e di se sa, meqense nuk i besojnë. Nëse lexoni raportin e fundit vjetor të SPAK-ut që është depozituar në Kuvend, kuptoni që dy sektorët më problematik janë prokurimet, ku që nga termat referencë deri te kontrata ka përfshirje të ushtrimit në kimit palishëm, devijim nga tendrat, mungesa e garës e tjera. Korrupsion, të tërë element korrupsionit. Dhe po kështu sektori i ndërtimit janë të zbërthyera në të tërë elementet, por kjo nuk është që në vlerësimin tim ndodh automatikisht. Do thotë që të bëjnë punën e vet agjencitë e tjera, të ushqejnë, janë në funksion të qeverisë. Edhe korrupsionin duhet ta luftonin agjencitë tjera shtetërore, pastaj të përfundonin te drejtësia e SPAK-ut. Në teorinë ekonomike jo, po kemi raste po ne kemi raste të korrupsionit të tenderave që janë zbuluar, janë hetuar, janë gjykuar nga SPAK-u. Apo jo? Pyetja është pse nuk ndodh kjo te ndërtimi, pra te një gjë që është e dukshme dhe e prekshme nga të gjithë njerëzit. Kjo është pikë pyetja. Pse nuk kemi një rast vetëm kur SPAK-u të ketë ndërhyrë dhe të ketë zbuluar pastrimin e parave nëpërmjet sektorit të ndërtimit?